Monika, si kanë ndikuar hetimet e SPAK të familja juaj? U diskutuar shumë që të sekuestrojnë edhe banesën. Si ka qenë, që ishte ky vit për ju? Shiko, zoti Rakipi, për mua çështjet e SPAK-ut me drejtësinë janë zero në krahasim me ato të familjes, kështu që kam parë rast edhe më të këqija. Absolutisht mendoj që e gjithë çështja e stisur e SPAK-ut u ndërtua nga Erion Veliaj, nga familja e inceneratorëve, sepse normal që gjithë ajo gjë që sot ne kemi, po themi një furtunë të madhe brenda Partisë Socialiste, vjen për shkak të denoncimit që unë kam bërë në 3 mars për inceneratorin e Tiranës dhe gjithë inceneratorëve të tjerë. Sigurisht që Erion Veliaj nuk do të ma falte kurrë, absolutisht, por edhe Edi Rama, duke qenë shumë i kujdesshëm për të lëvizur duart e veta nëpërmjet Erion Veliajt në sistem. Dashe pa dashe, na pëlqen apo s'na pëlqen, jeni të bindur që Erion Veliaj ka pas një ndikim të jashtëzakonshëm në SPAK, në mënyra nga më të ndryshmet, me element të caktuar deputet brenda Kuvendit të Shqipërisë, që dhe vetë përgjimet e SPAK-ut e treguan që duke filluar nga kryetarja e Komisionit të Ligjeve, e cila ushtronte, domethënë që është një gjë shumë e rëndë pra për të deformuar ose për të intimiduar dëshmitarin, apo dhe për të vazhduar pastaj edhe me shumë ndërhyrje të tjera, gjëra të tjera të pafundme deri dhe në, po themi, banalitete për të marrë duke pa ditur fëmijët e mi, duke pa ditur maman time të tjera me radhë. Sigurisht që e vështirë ishte për fëmijët, mund të them, nuk mund të them që si ishte e vështirë, pati pasojat e veta dhe pasojat tashmë ne i dim si i kemi në familjen tonë, kemi një familje që atë që kishim edhe pasurinë më të madhe nuk e kemi më, megjithatë unë do të vazhdoj ta mbaj të konsoliduar në aspektin e marrëdhënies fëmijëve të mi me babain e tyre, në aspektin e marrëdhënies së fëmijëve të mi me rrethin e tij shoqëror, duke qenë korrekt me ta dhe të mos shpërdorohen siç kanë shpërdoruar të tjerët babain e tyre apo nënën e tyre, në mënyra nga më të ndryshme. Sigurisht që ju, Monika, jeni një grua shumë e fortë, por a i drueni një dënimi me burg? Keni imagjinuar ndonjëherë që mund të izolojeni dhe ju? A e keni parë sa i bukur është burgu Grave në Pogradec? Mbi liqen. Po ka burg më të madh se ti jesh jashtë? Pagush dritat, pagush ujë, të merresh mba shtëpinë, të ushqehesh, të jesh njerëzit ju buzëqeshësh prapë, kur të vjen për të qarë duhet të qeshësh, kur të vjen për të qeshur duhet të qash. Sepse realitetin që kanë politikanët si puna jonë është burg jashtë. Pavarësisht se shqiptarët mendojnë që këta kanë bërë qametin. U turrën këta për të parë ka Monika prona në Angli, doli s'kishte Monika, dolën ca tjerë me prona në Angli. Dolën ca tjerë me prona në Greqi, dolën ca tjerë me prona në Itali. Doli Monika, kishte vetëm shtëpinë e vet, të cilën e kanë sekuestruar edhe paguan qeran për të. Kështu që janë disa gjëra të cilat dashe pa dashe për hir edhe të mediave, të cilat duam apo s'duam, se tash ne i pam qartë se ç'thonte përgjimet e Erion Veliaj, se si jepeshin direktivat për të sulmuar apo për të bërë dhe ashiqaresh duken tashmë dhe portalet. Mjafton sikur ti futesh vetëm të bësh një analizë financiare të gjithë portaleve dhe pronarëve të portaleve, me çfarë paguajnë, me çfarë jetojnë, ku jetojnë, si jetojnë, si i kanë, do të shikosh që të ardhurat e tyre nuk mbulojnë dot energjinë elektrike, jo më të mbulojnë për të bërë apartamente, makina të shtrenjta, lëvizjet jashtë shtetit e tjera të rradh, apo për të mbajtur portalet me rroga. Cilat këto janë një histori tjetër që ky është korrupsioni më i madh, sepse edhe politikanët vetvetiu futen për të korruptuar portalet apo media të caktuara në mënyrë të tillë për të pasur pastaj një dhe faktikisht vjen sot në të gjithë botën ne kemi gazetarë që janë njerëzit më të pavarur, ne sot dashe pa dashe jemi të intimiduar, po themi nga gjithë mediat që gjithashtu duke i korruptuar vetë. Ne kemi portale, s'kemi kështu gjëra që këto një. Shiko, nuk përgjithsohen gjërat. Jo, nuk përgjithsohen. Unë po flas për portalet e lidhura me inceneratorin. Dhe unë i ke të qarta. Jam dakord. Si ti do thotë që por nuk prisen. Ti shkruan vetë. Ne tani ne dim shumë, pronar portali me 4 klasë shkollë, s'mund bëj analiza politike. Që përdor dhe fjalë anglisht. Tani unë kam një pyetje më shumë për kuriozitet, sepse zoti Meta ka thënë njëri që i pari që ka denoncuar inceneratori ka qenë ai. Po ma thuaj kur. Me ka thënë të fëzhiu. Po ma gjej. Me ka thënë ai. Po ma gjej, pra. Ma gjej. Jo, dhe unë kështu e dije që keni denoncuar ju. Ma gjej.
Në rregull. Sa gjëra bëhen në emrin tënd o popull, po ma gjej. I mbetemi që... Ma gjej, kur e ka denoncuar? Kush i veti ka denoncuar? Zoti Mbeta ka thënë... Jo, presidenca, se e thot me presidencën, ai s'kaq. Po ma gjej, më nxjerri kur është ka dalë zëdhënësi i asaj kohe Edi Blushi që e ka denoncuar inceneratorin. Qartë. Nuk e ka denoncuar. Ma gjej Në datën. fakt... Unë e kam denoncuar me 3 mars. Unë me 3 mars kam dalë Unë e kisha pyetur se se dija për Ma nxjerrni datën kur ka dalë. Ose ka një letër që ja kanë drejtuar Spakuta, që ja kanë drejtuar prokurorisa, a një media, një deklarat, një letër, një shkres, ma nxjerrni ku e kanë. Ju po thoni që Spakun vetë nuk ishte target Ilir Metën dhe pastaj... Jo, kishte Monikën. Kishte Monikën, po kishte Monikën dhe nga Monika pësoj edhe Ilir Meta. Spaku kishte target Monikën. Spaku regjistroi çështjen në diku nga 14 qershori 2022 që e bëri Alit Valteri, dhe filloj me operacionet plastike të Monika Kryemadhit, që gjasme ishin ato transakcionet financiare të 280.000 euro që i pas kam që unë... Praktikisht pushtetin e ka pasur Ilir Meta, pra targeti mund ishte Ilir Meta, si njëri që ka... Targeti i Ilir Metës ishte që në 2018 ja tha Altin Dumani në gjykat që çështja jote ka filluar në shkurt të 2018-ës. Jasme për çes dijem, pra nga 2018 dhe në 2022, pra i bie 4 vjet, këta kishin ngelur vetëm ke intervista e bashkëshortes së Kastriot Ismailit. Pra, nuk ishte asnjë gjë tjetër. Presidenti, jo një mirë, pra kishin dhe atëherë më pas çfarë vendosën? Atëherë duke pasur këtë gjë, djali Lefter Kokës, Arbër Koka, nuk la klinik edhe spitalit të Italisë, e burr doktori e doktoreshe, pa marrë në telefon, pa i thënë ku është operuar Monika Kryemadhi për të marrë tjera gjëra. Tentuan pastaj gjithandej me Erion Velin, ku kanë hyrë, kur s'kanë hyrë. Mor pan timsat, i pan gjitha tjera, dhe ndërtuan dhe paguan nëpërmjet Mirel Mërtirit një shkrim në gazetën austriake, e cila është pa autor, pa gjë, dhe nëpërmjet asaj gazete e quan në Spak. Dhe pa din e ka shkruar Klotilda Bushkaj me Plaren Drecën dhe firmën e ka vendos Alit Valteri. Më pas merreshte Petrokoçi, mesazheri, merrte dokumentat që ja çoti Dajet Beqirit ke GTF8, se tash ne këtë punë kemi. Pra, e gjithë kjo histori ishte një gjë që e ndërtonte Erion Velia, pse sepse i duheshte godit Monikën, sepse duheshte të çdonte. Dhe po ta shikoni në gjithë historikun nuk ke asnjë padi për Monika Kryemadhin, për sa i përket për inceneratorin. Dhe një nga debatet që kanë pas historikisht me drejtues të Partisë Lirisë ka qenë që sa i përket denoncimeve të inceneratorit duhet kemi shumë kujdes, sepse një çdim të bëjmë, një gabim, deklarat të gabuar të bëjmë, ata e kanë të gjithë mekanizmin për të na sulmuar dhe për ta kthyer që ja ti gënjen dhe ke gënjyer, ke falsifikuar etj. Dhe kjo ka qenë një nga betejat e mia me inceneratorin. Derisa edhe kur diskutohesh, unë nuk kam pse të merrem me kameramanin. Sepse nuk ma ka fajin kameramani mua për pyetjet që bën Ylli Rakipi. Apo jo? Tu gjërat janë se cili ka përgjegjësinë e vet. Edhe ke skema e inceneratorit, përgjegjësia është shumë e saktë. Është bërë inceneratori i Fierit dhe Elbasanit ku ka qenë Lefter Koka, ka qenë peng, domethënë i skemës të ndërtuar në fillim,